përsi të madhe të themi edhe një varësi me PDK-n, pra, edhe ai nuk është një figurë që i sjell të mira LDK-s, as pak. Edhe mendoj se është e kundërta, pra, Lutfi Aziri në këtë moment po mundon të jetë një farë balancuesi, as andej as këndej, të ketë një frymë pajtimi e tjera, por mendoj që ai nuk i bën mirë LDK-s edhe nuk mund të arrijë asgjë. Nuk është edhe një figurë e fuqishme që mund të arrijë diçka. Zotri Saliaj, edhe ju në farë forme bie mendoni pak a shumë se disa eksponent të vetëvendosjes që në LDK këto dy grupet e ndara, një pjesë e tyre janë me PDK-n? Frymojnë ka PDK janë një farë forme? Pa dyshim se po. Jo që anojnë, po janë në ndikim të PDK-s. Pra, këtu ka një dallim të anojsh ose të kesh një afinitet ose një afërsi me një parti tjetër, është tjetër çështje, po të tjesh i varur ose i kontrolluar është një çështje tjetër. Pra, aty ka kontroll të PDK-s brenda LDK-s. Edhe në anën tjetër mund të ketë kontroll edhe kur po thoni ka kontroll, zotri Saliaj, ka ekzistuar atëherë një gjë e tillë dhe në periudhën kur ju vetë keni qenë pjesë e LDK-s? Pa dyshim që ka ekzistu. Ka ekzistu që nga vdekja e presidentit Rugova. Edhe me Fatmir Sejdiun, edhe me Isa Musaf. Pse atëherë në farë forme është lejuar nëse janë parti të ndryshme? Sepse njerëzit kanë vepruar fshehur, azi nuk e ka ditur elektoratin, nuk e kanë ditur veprimtarët, me gjithë se ne kemi parë që në momentin e parë, kur është mbajt taj kuvendi, ku boni përleshje fizike, pra kemi parë ndikimin e drejt për drejt PDK-s, sepse Fatmir Sejdiu e kishte ftuar në kuvendin e LDK-s që të mbante fjalim Hashim Thaçin. Pra, nuk ishte ma diçka ma transparente se sa kjo që të manifestohet ajo varësia e plot e ti nga PDK-ja. Edhe Isa Mustafa ka qenë i kontrolluar 100% nga PDK-ja, pra aje ka pasur njën në krah Lutfi Azirin, tjetërin Agim Veliun, të dy që kanë qenë eksponent të PDK-s. Pra njën një personi tjetër në PDK, tjetëri një tjetëri, po si do qoftë të dytë nën kontrolën e PDK-s. Edhe Lumir Abdigjiku nuk ka manifestuar një pavarësi të ti në kuptim nga partit tjera politike, pra unë mendoj se... Nëse jo nga PDK-ja, nga kush besoni se atëhere pas ka këtë varësi Abdigjiku? Abdigjiku ka pas një afërsi, ka vetëvendosja, nuk mund të them që ka pasur varësi, por një afërsi po, edhe unë mendoj që ai ka bërë një politikë të gabueshme deri më tash, sepse ka qenë kategorik refuzues për çfarë do mundësie të një bashkëpunimi themi me vetëvendosjen me që ajo ka qenë partia e parë dhe s'ka pas mundësi të tjera, edhe unë mendoj që ka paguar një faturë mjaft të shtrenjtë edhe për këtë arsye. Dhe zotri Saliaj, derisa pra jeni i këtij besimi që